Policia e shtetit, përmes drejtorisë së forcës së posaçme operacionale, ka finalizuar operacionin policor të koduar Operacionalja 75, i cili çoi në kapjen dhe arrestimin e dy shtetësve të shpallur në kërkim edhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Operacioni u zhvillua në një terren të vështirë në zonën e Fushkuqes, pra një banese në afërsi të lumit, ku shërbimet policore arritën të lokalizonin dhe neutralizonin dy persona në kërkim. AG, 42 vjeç, banues në Fushkruj, dhe EM, 47 vjeç, banues në Mamurras. Të dy kishin mas sigurie, arrest me burg të vendosur nga GKKO për veprat penale që lidhen me veprime në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, përfshirë sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizata kriminale. Gjatë kontrollit të në banesë, forcat e posaçme gjetën dhe sekuestruan dy armë zjarri tip pistolet, të mbajtura në çantë marsup, si dhe dy armë gjahu së bashku me municione luftarake të paautorizuara. Po ashtu sekuestruan dy radio ndërlidhëse të ngjashme me ato të përdorura nga policia dhe një jelek antiplum. Policia e shtetit bën me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë së dy të arrestuarve dhe për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë.